Festivali i teatrit për të rinjt Akt Plus vjoi me sukses natën e dytë të tij, me shfaqjen Njeriu që pa vdekjen të autorit Viktor Eftimiu në regjinë e Giulio Tringoskit dhe interpretimin e nxënësve të gjimnazit Platon. Kjo vepër e Eftimiut vjen me një dimension filozofike e dramatik që ngre pyetje të thella mbi jetën, vdekjen dhe kuptimin e ekzistencës. Festivali që organizohet për herë të parë në Korçë synon të vejë në qendër të rinjt dhe talentet e reja të teatrit shkollor, duke u dhënë mundësinë të shprehen në skenë dhe të promovojnë krijimtarinë artistike. Ai vjen në vazhdim në aktiviteteve të shumta që ka viti për sa i përket të rinjve të qytetit, cilët kanë pasion dhe dashuri artin. Mund të themi që në këtë festival janë zgjedhur vepra me cilësi të lartë, autor dinjitoz. Dje kemi çelur me William Shakespeare me natën e 12, një komedi shumë simpatike e sjell nga nxënësit e shkollës Raqi Qirinxhi. Ndërkohë vazhdon një kalendar i pasur me komedi të zgjedhura, kemi autor si Viktor Eftimiu, Kristo Floqi, shumë vepra të zgjedhura, të cilat jo vetëm sjellin kënaqësi për të rinjt, por dhe i edukojnë nëpërmjet teatrit. Jam shumë e lumtur që këtë vit janë zgjedhur ata cilët kanë punuar me të rinjt regjizorë, janë student në artet, në Universitetin e Arteve, me arsyeën e vetme që ata kur mbarojnë studimet të kthehen në Korçë. Regjia e kujdesshme e Tringoskit dhe loja e natyrshme e aktorëve të rinj sollën një atmosferë të fortë emocionale që dëshmoi për pasionin dhe për kushtimin e brezit të ri ndaj artit skenik.